Egli habiti publikun. Pse mendon se gjesti nuk e meriton fitoren? Finalistët e këtij sezoni kanë ndarë publikisht arsyet, pse mendojnë se meritojnë fitoren më shumë se të tjerët. Por ajo që tërhoqi më shumë vëmendjen ishte deklarata e Eglit, e cila u shpreh hapur se sipas saj, gjesti nuk duhet të shpallet fitues. Sipas Eglit, mënyra si ai është sjell gjatë gjithë rrugtimit ka zbuluar një mospërputhje të dukshme mes fjalëve dhe veprimeve të tij, duke ngritur dyshime mbi pjekurinë e tij emocionale dhe aftësinë për të kuptuar ndjesitë e të tjerëve. Ka pasur kontradikta të vazhdueshme mes asaj që thot dhe asaj që bën. Absolutisht, një papjekuri emocionale në lidhje me kuptimin e ndjenjave njerëzore. Ndoshta një nevojë për afërsi me dikë, por në të njëjtën kohë një lloj mohimi. Kjo krijon dilema të mëdha dhe bën gjithçka të ndërlikuar, tha Egli. Ajo shtoi se, pavarësisht qëllimeve të mira që mund të ketë jashtë këtij ambienti, gjatë kësaj gare ai është fokusuar vetëm te fitoria, duke lënë pas dore ndikimin e veprimeve të tij tek të tjerët.